Përpara se të fillojmë këtë histori të pabesueshme, shkruani në komente. Çfarë do të kishit bërë ju në vendin e tij? Do ta kishit ndihmuar apo do të kishit vazhduar rrugën tuaj? Mendimi juaj na intereson shumë. Malet e Shqipërisë nuk flasin gjuhën e njerëzve. Ato kanë gjuhën e tyre, gjuhën e erës që u lërin ndërmjet shkëmbinjve, gjuhën e ujrave që rrjedhin poshtë grykave të thella, gjuhën e heshtjes që shtypet mbi shpatet e gjelbra si një peshë e padukshme. Kush ka kaluar në përto di mirë se mali nuk të pyet kush je, nga vjen apo ku shkon. Mali të merr dhe të kthen siç dëshiron ai, jo siç dëshiron ti. Besimi kishte mësuar këtë mësim herët, që në moshën kur këmbët e tij të vogla kishin shkelur për herë të parë mbi gurët e lagur të shtigjeve malore, babai i tij i kishte thënë: "Bjeshka nuk fal, bjeshka të jep bukën dhe të merr shpirtin. Respektoje dhe ajo do të të respektojë. Sfidoje dhe do të mësosh gabim." Tani, me 44 vjeç, Besimi kishte kuptuar të gjitha këto fjalë jo si mësim, por si jetë. Kishte jetuar gjithë ekzistencën e tij pranë maleve të lurës, atje ku guri dhe qielli takoheshin çdo mëngjes në një horizont që dukej se nuk kishte fund. Kishte punuar tokën, kishte çuar baktin në përlartësi, kishte prerë dru, kishte ndreqëm shtëpinë pas çdo dimri të ashpër. Jeta e tij ishte e thjeshtë, por jo e varfër. Ishte jeta e një njeriu që di çfarë është dhe çfarë do. Atë ditë kishte nisur herët, shumë herët. Qielli ende nuk ishte vendosur ngjyrën e vet kur Besimi doli nga shtëpia e vogël prej guri me çantën e lëkurës mbi shpinë dhe topuzin e arra të kafes ende të ngrohtë në duar. Gruaja e tij, Zamfina, kishte ngritur kokën nga jastiku kur kishte dëgjuar hapat e tij. "Ku shkon kaq herët?" kishte pyetur ajo me atë zë të përmbytur të mëngjesit të parë. "Dua të kthehem para se të bjerë dielli", kishte thënë ai. "Kam punë te kodra e sipërme. Duhet të shoh nëse dhent kanë shkuar shumë larg." Zamfina kishte mbyllur sytë përsëri pa shtuar gjë. Kishte 32 vjet që jetonte me këtë burr dhe kishte mësuar se kur Besimi vendoste diçka, fjalët ishin tepër. Ai nuk ndryshonte mendje, jo nga kokfortësi, por nga një lloj qetësie e thellë që pak njerëz e kishin. Besimi kishte dalë dhe porta e drurit kishte shtrënguar pas tij me atë zhurmë të njohur që ai e kishte dëgjuar me mijëra herë. Fshatit kishte mbetur ende i fjetur. Xhamia e vogël kishte dritën e zbehtë të natës ende të ndezur. Qentë e fshatit kishin ngritur kokat, kishin shikuar, kishin shtrirë hundën në ajër dhe kishin rënë sërish në gjumë. As ata nuk e quanin të çuditshme që Besimi të dilte në terr. Shtegu drejt lartësive fillonte pas shtëpisë së vjetër të Hazirit, shtëpi të cilën tashmë e kishte mbushur bari, sepse Haziri kishte vdekur para 2 vitesh pa lënë trashëgimtar. Gurët e mureve ishin zbardhur nga dielli dhe shiu, dhe dritaret e saj bosh dukeshin si sy të zbrazur që shikonin rrugën. Besimi kaloi pranë saj pa kthyer kokën. Nuk i pëlqenin vendet e braktisura. Ato i kujtonin se koha ecte pa pyetur njëri. Mbi fshatin, mali fillonte të shfaqte natyrën e tij të vërtetë. Shtegu bëhej më i ngushtë, gurzor, i pjerrët. Drut rriteshin dendur, akacia dhe ahu ndërmjet kurnizit dhe shelgjave të vogla pranë ujrave. Ajri kishte një ftohtësi specifike malore, jo të njëjtën me ftohtësinë e fshatrave, por një ftohtësi me thellësi, si të futje dorën brenda ujit të një burimi nën-toksor. Frymën e ndjeje në hund si diçka të fortë dhe të pastër njëkohësisht. Besimi ecte me ritmin e tij të zakonshëm, jo me incitim, por jo ngadalë. Hapat e tij ishin të sigurt, të matur, duke shmangur instiktivisht gurët e lirshëm dhe rrënjët e dala mbi sipërfaqe. Kishte ecur këtë shteg 10 herë, 100 herë ndoshta, e dinte me sy të mbullur. Dielli i parë kishte filluar të lypi mbi majat kur Besimi arriti tek gropa e madhe, vendi ku kodra hapej në një shpatë të gjerë me barishte të larta dhe gur të shpërndar si flok të bardh në kokën e një plaku të ndonjur. Prej andej shihej gjithë lugina poshtë, fshati, fyshat e vogla midis kodrave dhe rruga e zezë që çonte drejt qytetit si një fill i hedhur rastësisht mbi tokë. Kishte qëndruar një çast aty, duke parë. Nuk e bënte kurrë me vetdije, por çdo herë që arrinte këtu, ndalonte. Ka vende ku trupi ndalon vet, pa urdhër të mendjes. Pastaj kishte vazhduar. Dhent ishin aty ku e kishte menduar, tek buza e pyllit sipërmi, ku bari ishte i gjelbër dhe i lagur ende nga vesa e natës. I kishte numruar me sy, 22, 23, 25, të gjitha. I kishte ngacmuar me topuzin, i kishte kthyer pak drejt qendrës së shpatit ku roja ishte më e mirë dhe kishte vendosur të ulej pak të pushonte para se të kthehej.
Kishte gjetur një gur të madh të shesht nën hijen e gjysmë të një ahu të vjetër, kishte hapur çantën dhe kishte nxjerr bukën e thekur të zamfinës dhe gjathin e kripës që mbetej nga mbrëmja. Kishte ngrënë ngadalë, me atë qetësi që njeriu e gjen vetëm kur është vetëm në natyrë, kur askush nuk e pret dhe asgjë nuk e shqetëson. Ishte ai çast, çasti absolutit të qetësisë, kur kishte dëgjuar diçka. Jo zhurmë, jo thirrje, diçka midis. Fillimisht kishte menduar se ishte era. Era ndërmjet shkëmbinjve shpesh bënte tinguj të çuditshme, ulërima të hilla, shushërim, tipa tingujsh që mund të ngatroheshin me çdo gjë. Por ky tingull kishte diçka tjetër. Kishte ritëm, kishte ndërprerje, kishte dhimbje. Besimi kishte ngritur kokën dhe kishte qëndruar i palëvizshëm. Pyllku në anën e majt, aty kishte ardhur tingulli. Kishte pritur. Kishte ardhur sërisht i dobët, i largët, por i qartë tani. Ishte zë njeriu, ishte zë gruaje. Besimi kishte lënë bukën me njëherë dhe kishte ngritur. Këmbët e tij kishin filluar të ecin para se mendja të kishte marrë vendim. Ky ishte instikti i tij, jo heroizëm, jo guximi menduar, por reagimi thjesht njerëzor ndaj dhimbjes së tjetrit. Kur dëgjon dikë që vuan, shkoni. Aq i thjesht sa kaq. Kishte hyrë në pyll. Degët e ahut ishin të ulta dhe shpesh e kishin detyruar të ulej pak. Toka këtu ishte e lagur, me myshk të gjelbër dhe kërpudha të vogla anës rrënjëve. Drita filtronte midis gjetheve duke krijuar atë lloj ndriçimi të lëvizshëm, të artë, si flak të shumta të vogla mbi tokë. Kishte bërtitur. Kush është aty? Heshtje. Pastaj, shumë afër këtë herë, vetëm disa hapa para tij, kishte dëgjuar një rënkim të shurdhër, si diçka që përpiqet të mos lëshoj zë, por nuk arrin dot. Kishte ecur shpejt, kishte shtyr degët me njan, kishte kaluar mbi një trung të rënë dhe pastaj kishte parë. Ajo ishte shtrirë midis dy rrënjeve të mëdha të një ahu shekullor. Trupi i saj i mbledhur si një gjësendi i hedhur atje nga dikush. Barku i madhe, e dukshme edhe nën rrobat e thashosura. Flokë të errta, të ngatëruar me gjethe dhe degza, fytyrë bardhë si dhe, sy gjysmë të hapur. Besimi kishte ngelur i ngurt për një sekond, vetëm një sekond. Pastaj kishte rënë gjunjë pranë saj. Hej, dëgjoma. Hej. Gruaja kishte hapur syt plotësisht. Syrit e saj ishin të errët, shumë të errët, dhe kishte frikë brenda tyre, por edhe diçka tjetër. Lehtësim. Lehtësimi i dikujt që ka pritur shumë gjatë dhe ka filluar të humbë shpresën. Kishte folur, gojët e saj kishin lëvizur, por besimi nuk kishte kuptuar fjalën e parë. Jo sepse ishte larg, por sepse gruaja nuk po fliste shqip. Kishte qëndruar duke e parë, duke mos kuptuar, ndërsa ajo kishte vazhduar të fliste me atë zë të thyer, duke shtrirë dorën drejt tij me gishtat e dridhur. Dhe atëherë kishte kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Nuk kishte nevojë të kuptonte fjalët. Barku e saj i madhe e kishte thënë gjithçka. Kjo grua po linte, ose po tentonte, dhe ishte vetëm, e humbur, e ftohtë dhe kishte nevojë për ndihmë. Besimi kishte kapur dorën e saj, e kishte shtrënguar fort, shumë fort, dhe kishte thënë me atë zë të qetë thellë që përdorte kur qetësonte dhënë të friksuara. Jam këtu, s'ke ku të shkosh. Jam këtu. Gruaja nuk kuptonte fjalët, por e kuptonte tonin, dhe lotët që kishin rrjedhur në përfaqet e saj të bardha kishin thënë atë çfarë asnjë fjalë nuk mund ta thoshte. Por kush ishte ajo grua? Si kishte arritur deri aty mes asaj pylli, e vetme dhe shtatzën, pa asnjë shenjë se dikush e priste apo e kërkonte? Besimi ende nuk e dinte, por kishte vendosur se kjo pyetje mund të priste. Fillimisht duhej ta shpërtonte. Pyetjet do të vinin më vonë. Kishte ngritur syt drejt qiellit. Dielli tani ishte lart, por drejt perëndimit kishin filluar të grumbulloheshin ret. Jo ret e zakonshme të mesditës, ret të dendura, gri të errta, ret që mbi male kishin vetëm një kuptim. Kishte erë shiu, dhe mbi lartësinë ku ishin tani, shiu mund të kthehej shpejt në diçka më të rrezikshme. Besimi kishte shikuar gruan, kishte shikuar malin, kishte shikuar ret dhe kishte marrë vendimin. Kthimi poshtë me këmbë lirisht ishte 2 orë, me një grua shtatzën që nuk mund të ecte vetë dhe me ret ato që grumbulloheshin si armiq mbi kuriz, ky llogaritje nuk vlente asgjë. Besimi i vlerësoi situatën me shpejtësi dhe qetësi të trashëguar nga breza të tëra burrat malsor. Nuk lejoi frikën të flas para mendjes. Fillimisht vlerësoi gjendjen e gruas,
Ishte e lodhur deri në raskapil, ishte shterur e gjithë energjia, por syti kishte akoma të ndritshëm, aktiv, prezent, nuk ishte duke humbur vetdijen. Barku i saj i madhe e kontraktat akoma nuk ishin ato të lindjes e menjëhershme. Ai e dinte këtë nga vitet e tij si fermer, nga shumë lindjet e kafshëve që kishte parë, nga rrëfimet e Zanfinës dhe grave të tjera të fshatit për shenjat. Kishte kohë, jo shumë, por kishte. Kishte hapur çantën dhe kishte nxjerrë gjithçka: buk, gjath, shishën e ujit, litar të hollë, thikën e vogël dhe xhaketën e rezervë që mbante gjithmonë mbi male. Kishte mbajtur xhaketën dhe shishën e ujit, gjithçka tjetër kishte vendosur mënjan. Çanta duhet ishte sa më e lehtë. Kishte shtrirë xhaketën e vet nën kokën e gruas dhe kishte ofruar shishën e ujit. Ajo kishte pirë lakmisht, duke derdhur pak anash, duke mos i hequr syt nga fytyra e tij gjatë gjithë kohës. Pastaj Besimi kishte provuar diçka, kishte folur ndadal, duke treguar rrugën poshtë me dorë, duke e pyetur me gjeste, jo me fjalë, nëse mund të ecte. Gruaja kishte kuptuar, kishte provuar të ngrihej, ishte ngritur deri te gjunjët, pastaj kishte ndaluar dhe kishte shtrëmbuar fytyrën nga dhimbja, kishte shtrënguar dhëmbët, rezistuar, kishte provuar sërish. Ishte ngritur. Besimi kishte rregulluar xhaketën e vet në shpatullat e saja, jo si veshje, por si mbrojtje nga të ftohti. Kishte kapur arkamin e saj dhe kishte vendosur mbi supet e tij. Ajo kishte hezituar vetëm një çast. Hezitimi i atij që nuk është mësuar të pranojë ndihmë, ose ndoshta hezitimi i dikujt që ka mësuar të mos u besojë njerëzve. Por pastaj kishte pranuar dhe kishin filluar. Ecja ishte e mundimshme që nga hapi i parë. Gruaja rëndonte, jo sepse ishte rënd, por sepse çdo hap i kushtonte. Çdo gur i pjerrët, çdo rrënje dalur, çdo vend bosh ku toka deprimohej pak, gjithçka bëhej sfidë. Besimi e ndjeu menjëherë se ritmi i tij normal nuk kishte vend këtu. Duhej ta ndërtonte një ritëm të ri, ritmin e saj. 5 hapa, ndalese, fryn. 5 hapa, pyll ku e pengonte edhe më shumë. Degët e ulta kërkuan shumë kujdes. Besimi i shtynte mënjan me krahun e lirë, duke u siguruar që të mos i godatmin fytyrën. Mykshqja e gjelbër e tokës bënte çdo hap të pasigurt. 2 herë, gruaja kishte shkelur gabim dhe kishte lëkundur, dhe çdo herë, Besimi kishte kapur fort, duke e stabilizuar pa e lëshuar asnjë çast. Dilnin nga pylli ngadalë, shumë ngadalë. Mbi ta, qielli ndryshonte me shpejtësi. Ret kishin ardhur afër, duke mbyllur rrezet e diellit njëra pas tjetrës si dikush që mbyll dritaret e shtëpisë përpara stuhisë. Temperatura kishte rënë, ndihej qartë mbi lëkurë, ndihej edhe në frymën që bëhej e bardhë tashmë. Era kishte filluar të bëjë atë që bën bora vjen, fillimisht e lehtë, e ftohtë, pastaj e ngjitur, pastaj dërmuese. Besimi e dinte këtë mal. Dinte se çfarë vinte. Kishte ngjitur hapin. Gruaja kishte dhimbje. Kjo kishte qenë e qartë gjatë gjithë kohës. Dhimbje kronike, e dyndur, ajo e shtatzanisë së vonë mbi mal pa pushim. Por midis kësaj dhimbjeje, kishte filluar të shfaqet diçka tjetër, breshëri dhimbjeje akute, të forta, të shkurtra, që e ndalnin plotësisht çdo 2-3 minuta. Kontratat ishin filluar. Besimi e kishte kuptuar këtë, edhe pa ju duhur askush t'ia shpjegonte. Kishte parë kafsh duke lindur shumë herë, kishte kapur qinja me duar në përnet dimri, kishte ndihmuar lop në përndjell të vështirë. Ritmet e natyrës ishin të njëjta, gjuha ishte e njëjtë, dhe gjuha që pliste trupi i gruas tani ishte e qartë. Koha ishte duke u shkurtuar. Duhej të arrinin streh, shpejt, kishte një vend, kishte kujtuar atëherë. Një kolibe e vjetër barinç, e ndërtuar para shumë 10 vjeçash, e braktisur tashmë, por me mure ende të forta dhe çati ende të mbajtura. Besimi e kishte parë herën e fundit para 2 verash dhe kishte qenë akoma e qëndrueshme. Jo e ngrohtë, jo e rehatshme, por me çati mbi kokë, dhe kjo tani kishte vlerën e botës. Ishte jashtë shtigjeve kryesore, pak më lart se drejtimi ku po shkonin, por midis lartësisë dhe rrezikut të motit ishte bërë llogaritje e thjeshtë. Koliba ishte shpëtimi i sigurt. Fshati poshtë ishte shumë larg, kishte ndryshuar drejtimin. Gruaja nuk e kishte kuptuar fillimisht, kishte rezistuar lehtë, duke treguar me kokë poshtë drejt lulinës. Besimi i shkëndoi kokën dhe i tregoi qiellin, pastaj i tregoi drejtimin e kolibës. Kishte parë në sytë e saj atë luftën e brendshme, besimi kundër frikës. Trusting a stranger versus the fear that this stranger might be leading her somewhere worse. Por kishte asnjë zgjedhje tjetër.
Ajo e dinte këtë, dhe ndoshta kishte diçka në fytyrën e Besimit, atë qetësi e paluhatshme, ai shikimi drejt dhe i hapur, që e kishte bindur, kishte pranuar. Kishin ndryshuar drejtimin dhe kishin vazhduar. Ndërkohë, poshtë në fshat, Zanfina kishte filluar të shqetësohej. Jo nga arsye iracionale, ajo nuk ishte gruaja ankthit të pabazuar, por kishte diçka. Mushkonjat kishin heshtur shumë herët atë mëngjes. Qent kishin ulëritur 2 herë para agmimit, me ato ulërim specifik që gratë e moshës e dinin nga tradita se shprehte jo rrezik të dukshëm, por ndryshim të thellë në ajër, dhe moti kishte ndryshuar shumë shpejt. Ret kishin ardhur 2 orë para kohës normale. Zanfina kishte dalë jashtë dhe i shikoi malin. Nuk sihej ashtë gjë. Natyrisht, mali ishte larg dhe i lartë dhe e mbuluar me re, por kur gruaja e një malajsori shikon malin dhe nuk sheh burrin e saj, shikimi i saj nuk kërkon silueta, kërkon shenja. Dhe shenjat sot nuk kishin qenë të mira. Kishte shkuar te fqinja, te drita, dhe kishte thënë: "Besimi nuk ka ardhur, moti po ndryshon shpejt." Drita kishte parë qiellin. "Ka gjysmë ore akoma deri të bjerë, ndoshta po vjen." "Po mos nuk po vjen." Kishte heshtur. "Prite 2 gjysmore." Pastaj i themi te burrat, Zanfina kishte pritur. Nuk ishte qenë lehtë, por kishte pritur. Lart, mbi mal, Besimi dhe gruaja e panjohur kishin arritur në kolib saktësisht kur pika e parë e shiut kishte rënë mbi gurin e pragut. Koliba ishte e vogël, 2 dhoma, praktikisht njëra, me mur ndarës rënuar në mes. Kishte një vatër të vjetër të gurit, të zezë vja vite symesh. Kishte 2 shme të dheu të shtypur. Kishte mure prej guri malor, të trasha, të cilat kishin mbajtur si premtuan. Çatia kishte lënë 2 vend bosht ku shirat e viteve kishin depërtuar, por shumica mbante. Kishte dru të vjetër të thatë mbledhur në përcep. Ndonjë bari i zgjuar i kishte lënë aty me atë shpirt të pashkruar të maleve. Lëri për atë që vjen pas teje, sepse nuk di kur do të kesh nevojë vet. Besimi kishte vendosur gruan të ulej. Kishte gjetur një terras të vjetër, të gjerë, kishte veshur mbi të xhaketën e vet dhe kishte bërë një lloj shtrati primitiv. Jo komod, por larg dheu të ftohtë. Pastaj kishte marrë drurin dhe kishte ndezur zjarin. Kishte kohë që nuk kishte ndezur zjarr me sileks dhe mash guri, por duart i kujtonin. Dritë e parë pas 5 minutash, flakë e parë pas 8, nxehtësi e parë pas 10. Gruaja e shikonte gjatë gjithë kohës. Kishte ndaluar lotët e saj, por ndoshta sepse i kishte tharë, jo sepse kishte pushuar frika. Frika ishte akoma aty, e dukshme në mënyrën si mbante duart mbi bark, si përpiqej të kontrollonte frymëmarrjen gjatë kontratave. Besimi, kur kishte siguruar zjarin, i kishte shkuar afër dhe kishte ulur zërin. Atë zë të qetë, të ulët, sikur fliste me kafshët e friksuara. Si të thonë, kishte pyetur duke treguar veten. Unë, Besim. Ajo e kishte parë, kishte kuptuar pyetjen. Gjesti ishte universal. Kishte lëvizur buzët. Mira. Mira. Kishte kohë që Besimi nuk kishte dëgjuar atë emër. Kishte pasur një Mira në fshatin e tyre dikur, plakë e madhe, e vdekur shumë kohë, por emri kishte tingëlluar njëjtë, i thjesht, i drejtë, si frym. Mira, kishte përsëritur ai, duke e shikuar në sy. Mirë, jam këtu. Ajo kishte buzëqeshur. Buzëqeshja e parë e saj, e lodhur, e ndërprerë nga dhimbja, por e vërtet. Dhe jashtë, shiu kishte filluar të bjerë me forcë, duke rënë mbi gurët e vjetër të çatisë, me atë muzikë të egër të stuhive malore. Po, por ku kishte ardhur Mira? Si kishte arritur deri aty, mbi atë mal të largët, vetëm dhe shtatzën, pa u parë nga askush? Historia e Mirës nuk ishte thjesht, dhe Besimi nuk e dinte ende, por ndërkohë që flakët e zjarrit rrinin midis tyre dhe stuhia u lërinte jashtë, filloi të kuptonte se kishte marrë përsipër diçka shumë më të madhe nga sa kishte menduar. Jo vetëm shpëtimin e një njeriu, por shpëtimin e 2. Nata erdhi mbi malet pa paralajmërim, siç vjen gjithmonë kur njeriu është i zënë me jetë. Zjarri brenda kolibës kishte krijuar një botë të vogël ngrohtësie, të ndriçimit të lëvizshëm, ku 2 njerëz krejtësisht të huaj ndaj njëri tjetrit kishin gjetur veten bashk në një çati të vjetër barintësh. Jashtë, shiu kishte bërë vendin e tij erës dhe borës, jo bore fort, por ai lloj bore i njom dhe i ftohtë që ishte karakteristik i stinës kur viti ndryshon dhe malet nuk kanë vendosur ende nga cila anë të qëndrojnë. Besimi kishte bërë gjithë çfarë dinte. Kishte ngrohur ujë, kishte gjetur një enë metalike të rrugjinosur por të fortë me sendeve të lëna aty.
Kishte zbutur bukën në ujë të ngrohtë dhe ja kishte ofruar Mirës. Ajo kishte ngrënë ngadalë, me shumë kujdes, sikur çdo gëlltitje kishte nevojë të mendohej para. Mes kafshimeve, dhimbjet e kontratave e ndaltonin çdo herë, dhe çdo herë Besimi priste pa lëvizur, duke i mbajtur duart rreth kupës me ujë të ngrohtë, duke nuk treguar padurim ose frikë, edhe pse të dy kishin brenda tij. Kishte pas njerëz duke lindur vetëm 2 herë jetën e tij. Herën e parë si fëmijë, kur nëna e tij kishte lindur voglushin e fundit dhe ai kishte parë nga cepi i dhomës, i ndaluar të afrohej. Herën e dytë, kur Zanfina kishte lindur Skenderin, djalin e tyre të parë, dhe mjeku ishte ardhur vonë, dhe Besimi kishte qëndruar jashtë derës duke dëgjuar me duart e shtrëngura fort. Tani nuk kishte mjek, nuk kishte Zanfine, nuk kishte asgjë tjetër, veç tij, gruas, maleve dhe zjarrit. Por kishte diçka, kishte pasur gjithmonë, dhe kjo ishte bota e tij rurale, brishte, por e ndërtuar mbi gjëra themelore. Dinte se lindja, edhe njerëzore, ndiqte logjikën e natyrës. Dinte çfarë duhej, ngrohtësi, qetësi, ujë i pastër, duart e mira. Dinte gjëra bazike nga atë çfarë kishte parë dhe dëgjuar gjatë jetës, jo si mjek, por si njeri. Dhe ndonjëherë, kjo është e mjaftueshme. Ndërkohë, Mira kishte filluar, ngadalë, me mundim, me ndrimin e fjalëve nga gjuha e saj në atë që ajo mendonte ai kuptonte, të tregojë. Ishte e vështirë, kishte vetëm disa fjalë shqipe, ujë, dhimbje, ndihmë, Zotin. Ato i dinte ndoshta nga ndeshjet e rrugës, nga fjalë të dëgjuara, por gjuha e madhe mes tyre kishte mbetur guri me plotësi, dhe megjithatë, Besimi kishte kuptuar. Jo fjalët, por historinë, sepse historia kishte formë, kishte gjestin, kishte shprehjen e fytyrës, kishte atë mënyrë si njeriu flet me trupin, edhe kur gojët nuk bashkëpunojnë. Mira kishte ardhur nga vendi tjetër, nga një vend tjetër shumë larg, jashtë asaj lugine, jashtë asaj krahine. Kishte marrë me dikë, një burr ndoshta, sepse me shumë dhimbje fliste për një figurë mashkullore, duke treguar rrugën e largët dhe bërë me duar sinjal largimi. Dhe refuzimi. Ai burr kishte ikur ose kishte braktisur. Kjo kishte qenë e qartë nga toni i zërit kur kishte folur. Jo zemërim, por ai lloj trishtimi i thellë që ndihet si plagë e hapur. Kishte ikur ose kishte braktisur, dhe ajo kishte mbetur vetëm. Kishte provuar të ecte, të gjente njerëz, ndihmë, por kishte humbur rrugën. Malet, që nuk dinin emrat e të huajve, e kishin mbajtur peng. Kishte ecur gjithë atë natë. Natën e mëparshme, kishte kuptuar Besimi. Kjo do të thoshte se ajo kishte bërë mbi 12 orë vetëm në mal. 12 orë shtatzën, e lodhur, e friksuar, duke shpresuar se do të gjente dikë. Kishte gjetur vetëm pyll. Derisa kishte gjetur atë gur, atë rënjë, atë vend ku trupi i kishte thënë, mjaft, nuk mund të vazhdon, dhe kishte ndëgjuar. Besimi e kishte ndëgjuar të gjitha duke shikuar zjarin. Nuk kishte bërë pyetje, nuk kishte mundësi ta bënte, por kishte kuptuar. Dhe çfarë kishte kuptuar, kishte qenë thjesht dhe njerëzore. Kjo grua kishte nevojë dhe ishte vetëm 2 gjëra. Vetëm 2 gjëra. Gjithçka tjetër ishte detaj. Rreth mesnatës, kontraktat kishin u bërë shumë më të afërta. Besimi e kishte matur instinktivisht, jo me orë sepse nuk kishte, por me frymëmarrjen e saj, me shpeshtësinë e ndalimeve, me intensitetin e shtrëngimit të duarve. Intervalet po shkurtoheshin. Kjo do të thoshte se procesi po afrohej. Kishte organizuar vendin me kujdesin e dikujt që di se çfarë të bëjë edhe kur nuk e ka bërë asnjëherë. Kishte hedhur ujin e tij rezervë mbi zjarr të ngrohtë. Kishte nxjerrë shamisën e tij të pastër. Kishte mbajtur 2, zakoni i tij për punë, dhe i kishte vendosur gati. Kishte shtuar dru në zjarr, duke u siguruar se flakët do të mbaheshin. Kishte kontrolluar çatin. Po, lagështia depërtonte nga 2 vende, por jo mbi zonën ku Mira ishte. Pastaj kishte qëndruar pranë saj. Kishin kaluar ato orë në atë eshtje, të çuditshme, të mbushur me kuptim. Mira e mbante dorën e tij çdo herë që dhimbja vinte, e shtrëngonte fort, me atë forcë të habitshme të grave gjatë lindjes, forcë që buron nga ndonjë vend shumë i thellë në qenie. Besimi nuk e tërhiqte, priste. Kur dhimbja largohej, ajo lëshonte, pastaj priste herën tjetër. Kishte diçka absolutisht të thjeshtë dhe absolutisht të shenjtë në atë dorë të mbajtur. Besimi kishte menduar ndonjëherë se njerëzit e llogarisin veten shumë kompleks, se flasin shumë, planifikojnë shumë, analizojnë shumë, por kur vjen çasti i vërtet, gjithçka shmembet deri te baza. Dora e kapur, zëri i qetë, prania. Prania, ky ishte kontributi i tij atë natë. Ndërkohë poshtë, fshati kishte ndezur dritat.
Zanfina kishte pritur me qetësinë e jashtme të grave të forta, të cilat qajnë vetëm kur janë vetëm. Kur kishte bërë 2 orë dhe Besimi nuk kishte ardhur, kishte shkuar te Murriku, fqinji, burr madh me duar si lopata, i cili kishte njohur malin si dorën e vet. Shkoj herët, kishte thënë Zanfina. Nuk ka ardhur, moti ndryshoi. Murriku kishte parë qiellin, bora e lehtë kishte mbuluar majet tashmë, e dukshme edhe nën hënën e zbet. Do të shkojmë nesër në mëngjes nëse nuk kthehet natën. Po nuk kthehet natën. Atëherë shkojmë natën. Kishte qenë burri mirë Murriku, nuk kishte pritur orë, kishte thirrur 2 djemtë e tij dhe kishte marrë fenerët. Zanfina kishte dashur të vinte vet, por Murriku e kishte ndalur. Të ftohti nuk duhet. Prisni këtu, do ta gjejmë. Zanfina kishte qëndruar te pragu i shtëpisë, duke parë fenerët e tyre që zhdukeshin ngadalë në përherësirën e malit si yje të vogël të rënë mbi tokë. Kishte mbyllur duart rreth vetes dhe kishte qëndruar ashtu, jo duke lutur me gojë, por me gjithë qenien, me gjithë klutin, me atë lutje të heshtur që ka forcën e qindra fjalëve. Ora ishte diçka pas mesnates kur gjithçka ndryshoi. Besimi e dinte se kishte ardhur momenti, jo nga zërat apo nga shenjat e jashtme, por nga diçka shumë primitive dhe e thellë. Trupi i mirës hyri në atë fazë tjetër, aty ku dhimbja bëhej jo të interprer por të vazhdueshme, aty ku njeriu e humbet kontrollin vullnetar dhe lëshon të marrë atë çfarë natyra ka vendosur. Besimi kishte bërë gjithçka sipas logjikës njerëzore dhe njohurive primitive që kishte. Kishte ngrohtë duart mbi zjarr, kishte siguruar ujin, kishte folur gjatë gjithë kohës me atë zë të ulët, të ritmuar, si një këngë pa melodi, jo fjalë me kuptim, por zë me funksion, të qetësonte, të siguronte, të thoshte, jam këtu, nuk iki, je mirë. Dhe Mira, ajo grua e panjohur nga vendi i panjohur, mbi atë mal të largët, kishte besuar. Kishte besuar atë zë, kishte besuar atë duar, kishte besuar atë prani, dhe kjo besë kishte qenë mjaft. Besimi nuk do të haronte asnjëherë çastin kur kishte ndëgjuar zërin e parë të foshnjës. Jo gjëmimi i madh që shpesh pritej, por ai zë i vogël, i holl, i mrekullueshëm, si thirrje e parë një qenie që just kishte zbuluar se ekzistonte bota. Ai zë kishte mbushur kolibën e vjetër, kishte goditur muret e gurve, kishte dalë ndoshta edhe në prasaritjet e çatis dhe kishte ikur drejt qiellit si një sinjal i hedhur lart. Besimi kishte mbajtur foshnjën, me duar të dridhura, me frymarrje të ngecur, dhe kishte parë atë fytyrë të vogël, të kuqe, të ngatëruar, të çuditshme dhe të mrekullueshme njëkohësisht. Pastaj e kishte vëzhguar me kujdesin e dikujt që di se çfarë kërkon. Frymarrja, ngjyra, lëvizja. Gjithçka ishte aty, e plot, e gjallë. Kishte vendosur foshnjën mbi gjoksin e Mirës. Kishte parë Mirën të shikonte fëmijën e vet për herë të parë, dhe kishte kthyer kokën më njan, sepse ky çast nuk ishte i tij. Ky çast i përkiste vetëm 2 njerëzve atje, nënës dhe fëmijës, dhe askush tjetër, asnjë njeri, asnjë mal, asnjë botë nuk kishte të drejtë ta shikonte plotësisht. Besimi kishte dalë para derës së kolibës. Bora kishte pushuar. Qielli kishte filluar të zbardhej shumë ngadalë në lindje me atë ngjyrë rozë të hershme që malsorët e quanin guri i dritës. Ajri ishte i ftohtë dhe i pastër deri themb. Besimi kishte thithur thellë dhe kishte mbajtur frymën një çast, duke ndjerë të gjithë atë ajër malor brenda mushkrive. Kishte fjetur gjatë asaj nate? Jo, por nuk e ndjente lodhjen. Kishte diçka, adrenalina ndoshta, ose diçka shumë më e thellë se adrenalina që e mbante gjallë dhe të ndritur. Dëgjoi nga brenda zërin e vogël të foshnjës, pastaj zërin e Miris, të qetë, të butë, atë zë specifik që gratë gjejnë vetëm kur flasin me fëmijën e tyre të porsalindur, zërin e dashurisë absolute. Besimi i kishte mbyllur sytë dhe kishte qeshur, jo gaz i madh, por atë buzëqeshje brendshme, e thellë, e dikujt që ka parë diçka të mirë. Fenerët e Murrikut i kishte parë nga larg. 3 pika drite mbi shtegun e sipërm, duke lëvizur me kujdesin e njerëzve që njohin malin, por nuk nxitojnë pa arsye. Kishin marrë drejtimin e duhur, ndoshta kishin ndjekur shtegun e Zanafillës, ndoshta kishin pyetur heshtjen e maleve dhe kishte ju kthyer përgjigje. Besimi kishte bërtitur. Murriku, jam këtu. Zëri i tij kishte goditur shkëmbinjt dhe ishte kthyer si jehon, shumë fishuar, si e gjithë bota kishte vendosur ta dëgjonte. Kishte dëgjuar thirrje nga poshtë. Kishin filluar të vinin shpejt. Murriku kishte arritur i pari. Kishte parë Besimin, kishte parë kolibën, kishte parë fytyrën e tij dhe pa pyetur asnjë gjë, kishte hapur çantën e tij dhe kishte nxjerrë termosin e kafes. Kishte dhënë me 2 duar, me atë gjest shqiptar të ushqimit dhënë si dhuratë, jo si shërbim. Po mirë je ti? Kishte pyetur me zë të rëndë. Un po, por mbrenda ka një grua, ka lindur fëmijë.
Muriku kishte qëndruar i ngurt për një sekond të plot. Çfarë? Brenda, ka lindur fëmijë, natën, kishte heshtje. Pastaj Muriku kishte bërë diçka që Besimi nuk e kishte pritur. Kishte kapur kokën me dy duar dhe kishte bërtitur drejt qiellit, jo nga frika, por nga ajo habia e vërtet njerëzore që nuk ka fjalë tjetër. Zbartja e diellit kishte gjetur 4 burra dhe 2 vajza, sepse djali i vogël i Murikut kishte sjell edhe motrën, duke sjell Mirën dhe foshnjën poshtë malit me kujdesin e dikujt që mban diçka shumë të çmuar. Kishin bërë barel primitiv me deg dhe xhaketa. Kishin ecur ngadalë me kujdesin e gjigantëve. Kishin marrë radhë duke mbajtur peshën. Mira nuk kishte folur shumë, lodhja e kishte mbuluar si ujë, por kishte mbajtur foshnjën shtrënd fort me krahun e saj, me atë forcë specifike të nënave të reja, aq të lodhura sa Meri mund të ngrenë dorën, por kurrë, asnjëherë nuk lëshojnë fëmijën. Besimi i kishte ecur pranë saj gjatë gjithë rrugës, jo sepse duhej, por sepse kishte filluar diçka atë natë, jo lidhje romantike, as lidhje e zmadhuar nga fantazi, por lidhje e thjesht njerëzore e dy qenieve që kanë ndarë një moment të vërtet jashtë çdo konvencioni social. Kishin ndarë zjarrin, ftohtësinë, frikën dhe mrekullinë, dhe kjo i bënte, në atë mënyrë të pa verifikueshme, por absolutisht të vërtet, të lidhur. Zanfina kishte parë grupin kur kishte ardhur nga shtegu i poshtëm. Kishte bërë vetëm disa sekonda pera se të kuptonte, pastaj kishte parë burrin e saj, gjallë, të shëndetshëm, me atë ecje të njohur, dhe kishte filluar të ecë kundra tyre, pastaj të rrapoj. Besimi i kishte parë duke ardhur, dhe kishte hapur krahët e tij. Zanfina kishte arritur dhe kishte hyrë brenda tyre pa pyetur asnjë gjë. Kishte mbajtur burrin fort, shumë fort, me atë mënyrë grash maleve që nuk qajnë para botës, por kur mbajnë dikë të dashur, ndjejnë gjithçka që kanë ndalur. Besimi i kishte mbajtur. Kishte mirë kuptuar heshtjen e saj si gjuhën më të shtrenjtë. Pastaj Zanfina kishte kthyer kokën dhe kishte parë Mirën, gruan e panjohur, të lodhur me foshnjën në gjy, dhe kishte bërë atë gjë shumë të thjeshtë dhe shumë të madhe që gratë Shqiptarët din ta bëjnë. Kishte ecur drejt saj, kishte ulur zërin dhe kishte shtrirë duar drejt foshnjës me një pyetje në sy. Mira e kishte kuptuar. Kishte ngritur paksa foshnjën. Zanfina kishte marrë atë trup të vogël me kujdesin e dikujt që ka mbajtur fëmijë gjithë jetën. Kishte parë fytyrën e vogël, kishte buzëqeshur me atë trishtim të gëzuar specifik të atyre që kanë dashur dhe kanë humbur fëmijë, ose kur nuk kanë pasur mjaft. Pastaj kishte kthyer foshnjën te Mira dhe kishte thënë me shqipe, edhe pse e dinte se Mira nuk kuptonte: "Është i bukur, shumë i bukur. Je e lumtur, nën." Mira nuk kuptoi fjalët, por kuptoi gjithçka. Fshati kishte pritur. Kur grupi kishte hyrë në rrugën kryesore, njerëzit kishin ndarë spontanisht. Jo nga kuriozitet, nga ajo ngrohtësi kolektive e komuniteteve të vogla ku gjëja e dikujt është gjëja e të gjithëve. Gratë e moshës kishin ardhur menjëherë te Mira, me atë kompetencë praktike shekullore të kujdesit pas lindjes. E kishin marrë, e kishin shoqëruar te shtëpia e Zanfinës, sepse ishte e para shtëpi dhe sepse Zanfina kishte treguar me dorë pa hesap. Mjeku kishte ardhur 2 orë më vonë nga qyteti. Kishte shikuar Mirën, kishte shikuar foshnjën, kishte kontrolluar gjithçka me atë profesionalizëm të ftohtë të mjekëve të mërzituar, dhe pastaj kishte ngritur kokën dhe kishte thënë me surprizë të vërtet: "Kush e ka ndihmuar? Ka bërë gjithçka si duhet." Besimi kishte shikuar dheun. "Kam parë kafsh duke lindur," kishte thënë. Mjeku kishte buzëqeshur. "Nëse do të kishit qenë mjek, do të kishit bërë karrierë." Mira kishte qëndruar 12 ditë. Gjatë asaj kohe, Zanfina kishte mësuar të kuptonte emrin e gruas shtatzën dhe disa fjalë të tjera të gjuhës së saj. Kishin gjetur dikë, mësuesen e ri të fshatit fqinj, e cila kishte studiuar gjuhë dhe dinte diçka nga gjuha e Mirës, dhe kishte ardhur çdo ditë si përkthyes. Kishte dalë historia e plot ngadalë, copa, si mozaiku i asembluar nga fragmentet. Mira kishte ardhur nga larg, nga një vend ku lufta kishte bërë rrugët të rrezikshme dhe njerëzit të friksuar. Kishte ardhur me burrin e saj, por ai kishte parë vështirësinë dhe kishte zgjedhur rrugën e lehtë, rrugën pa përgjegjësi, pa fëmijë, pa grua. Kishte ikur natën, pa lënë fjalë. Ajo kishte zgjuar dhe kishte gjetur boshllëkun. Kishte vazhduar vetëm, jo sepse kishte guxim heroik, por sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Kur s'ka rrugë kthimi, ecën përpara. Kishte humbur rrugën, kishte ecur shumë orë, kishte gjetur pyll dhe kishte ulur. Dhe pastaj kishte ardhur besimi. Dita kur Mira kishte larguar, kishte qenë e ftohtë por e kthjellët. Kishte ardhur të afërmit e saj,
Vllai dhe nëna që kishin ardhur nga largësia kur kishin mësuar çfarë kishte ndodhur. Kishin ardhur me makinë të vjetër të ngarkuar me shpresë dhe lot. Takimi ishte bërë para shtëpisë së Besimit dhe Zanfinës. Nëna e Mirës kishte parë vajzën e saj, gjallë, shëndetshme, me foshnjën e krah, dhe kishte bërë atë gjë që bëjnë nënat kur shohin fëmijën e tyre të shpëtuar. Kishte rënë gjunjëvez dhe kishte qarë me gjithë trupin, me atë qajën të thellë fizik, si diçka që kishte pritur shumë gjatë dhe tani kishte leje të lëshohej. Pastaj, kishte ngritur kokën dhe kishte kërkuar Besimin. Besimi kishte qëndruar pas. Si gjithmonë, ai nuk ishte njeri i qëndrave, ai qëndronte mënjan, por nëna e Mirës e kishte gjetur. Kishte ardhur drejt tij me hapa të shpejta të plakave që nuk humbin kohë me protokoll. Kishte kapur duart e tij, të dyja, dhe i kishte mbajtur fort. Nuk dinte shqip, nuk kishte fjalë, por kishte shikuar në sytë e tij dhe kishte folur gjatë me zë të thyer nga lotët, me atë intensitet të nënave të falenderuara. Besimi nuk kuptoi fjalët, por kuptoi gjithçka. Kishte ndjer duart e asaj gruas mbi duart e tij, kishte parë lotët e saj, kishte parë fytyrën e Mirës bas asaj, me foshnjën e vogël kundër gjoksit, me sytë të mbushur, dhe kishte ndjer diçka brenda tij që nuk kishte emër të saktë. Jo krenari, jo lumturi, diçka shumë më e qetë dhe shumë më e thellë. Kishte ndjer se kishte bërë gjën e vetme të duhur. Para se të hipnin në makinë, Mira kishte shkuar te Besimi. Kishte mbajtur foshnjën me krahun e majt. Me krahun e djathtë kishte nxjerr diçka nga xhepi. Zinxhir të vogël argjendi me një shenjë të vogël varur. Kishte qenë e thjeshtë, e vjetër. Ndoshta sendi i vetëm i vlefshëm që kishte pasur. Kishte shtrirë dorën drejt Besimit. Ai kishte tërhequr kokën pak. Jo. Mira kishte ngulur sytë e saj të errët mbi sytë e tij dhe kishte thënë me atë shqipen e saj të thyer, me fjalët e mësuara ato 12 ditë, vetëm një fjalë. Faleminderit. Vetëm aq, vetëm ajo fjalë. Por e kishte thënë me të gjithë veten, me çdo gram të qenies së saj, me gjithë historinë pas saj, me gjithë ato orë në atë mal të ftohtë, me gjithë frikën dhe dhimbjen dhe shpresën dhe foshnjën e gjallë në krah. Besimi kishte marrë zinxhirin, jo sepse donte gjë, por sepse refuzimi do të kishte qenë në nënçmim i dhurimit, dhe dhurata e sinqertë nuk refuzohet. E kishte mbyllur në grusht dhe kishte mbajtur aty. Makina ishte larguar ngadalë në për rrugën e Zhavorit, duke ngritur pluhur të lehtë, apo ndoshta kishte qenë borë e hollë që kishte filluar sërish. Besimi kishte qëndruar dhe kishte parë derisa makina kishte zhdukur pas kthesës. Zanfina kishte ardhur pranë tij. Kishte qëndruar krahas, duke parë edhe ajo kthesën boshe. Çfarë do të bëj ajo? Kishte pyetur Zanfina. Nuk e di, kishte thënë Besimi. Fëmijës, si do t'ja vën emrin? Besimi kishte hapur grushtin dhe kishte shikuar zinxhirin e argjend. Kishte qenë i rënd nga kuptimi, i lehtë nga pesha. Nuk e di as këtë, kishte thënë Zanfina. Besimi kishte mbajtur krahun e tij. Por ti e ke shpëtuar, kishte thënë ajo qetë. Kishte heshtje. Ose ata kanë shpëtuar njëri tjetrin, kishte thënë Besimi. Malet kishin qëndruar aty, si gjithmonë, si para dhe pas çdo gjëje. Lartë, të padepërtueshëm, të bukur dhe të egër njëkohësisht. Ajri kishte mbajtur atë mprehtësi të qetë të dimrit malor. Por Besimi, shikuar nga lartë mbi lugina atë mëngjes, kishte menduar se mali kishte diçka ndryshe atë ditë. Nuk ishte ngjyra, nuk ishte forma, ishte diçka e padukshme. Si të malit, për herë të parë pas shumë kohësh, ishte dashur njeriu. Kishte dashur prania e tij, kishte thirrur dhe ai kishte ardhur. Dhe mali, siç bën me ata që e respektojnë, kishte kthyer diçka. Çastin që nuk do ta harronte asnjëherë, emrin Mira, zërin e vogël të foshnjës në errësirën e kolibës, zinxhirin e argjend, tani i ftohtë në grusht. Vite më pas, dhe askush nuk di sa, sepse koha rrjedh ndryshe kur kujton, njerëzit e fshatit do të tregonin historinë. Nuk do ta zmadhonin si shpesh bëjnë legjenda, do ta tregonin thjesht, si ndodhi, siç ua kishin treguar Besimi dhe Zanfina. Një njeri doli në mal, dëgjoi zë, ndihmoi. Por brenda kësaj thjeshtësie kishte diçka që nuk zbehet me kohë, sepse heroizmi i vërtet nuk bën zhurr, nuk kërkon sken, nuk pret shpërblim. Bën vetëm gjën e duhur, në çastin e duhur, pa pyetur nëse ja vlen.
Dhe Besimi, burr thjesht maleve, atë mëngjes me zjarin e kolibës dhe zërin e vogël të porslindurit, kishte qenë gjithë ajo çfarë mund të jetë njeriu kur zgjedh të jetë i tillë. I mirë. Faleminderit që e ndoqët historinë deri në fund. Nëse kjo histori ju preku, shkruani në komente. Çfarë mendoni për Besimin dhe vendimin e tij? Do ta bëni të njëjtën gjë? Ndani mendimin tuaj. Çdo koment na motivon të sjellim histori si kjo.